Andaj vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të pasurit janë tre llojesh. Të pasurit janë tre llojesh. Kur dalën ditë mahsherit, tre do të shkojnë në xhehenem, i katërti ta shohin. Pra pasunikët janë tre për xhehenem, të katrin ta shohin. Pse tash i katri? Ja tash ti ta shohin. I pari që është në xhehenem është ai njeri i cili e ka fitu pasurin prej haramit dhe ka harxhun haram. Se në ditë mahsherit do të pyetet malu ke minen e ktesabta wa fima anfaqt. Ku e fitove pasurin dhe ku e harxhove. Grupi i parë e ka fitu në haram dhe e ka shpenzu në haram. Allahu dhul xhelal ju thot melekëve merrni këto për xhehenem. Hesni, shkoni, u kri. I dyti e ka fitu në halal, po e ka harxhu në haram. Hecni, edhe ki shkon masati, menhen në rend. I treti e ka fitu në haram, po e ka harxhu në halal. E tash ki, thot njoni, unë e ka fitu më një vërtet pak e kam me haram, ama në xhami e kam dhonë. Jo, vllai dashur. Edhe kishka e ka fitu prej haramit, e ka harxhu në halal, edhe ki shkon masatin e dyve. Ku shkun të tre? Shkun në xhehenem. E ka fitu me halal, e ka harxhu në haram. E ka fitu me haram, e ka harxhu në halal. E ka fitu në haram, e ka harxhu në haram. Tre. I katërti e ka fitu në halal dhe e ka harxhu në halal. E tash më ne tham, e ka fitu në halal dhe e ka harxhu në halal. Ki duhet me shku në xhennet? Jo. Po në xhehenem? Jo, s'ka logjik. Po në xhennet ka dal, ki ka punë. Me këtë tash ka punë. Allahu dhul xhelal thot melaqeve, o melaqet e mia, pyet një. Helbete të e fitu këtë pasurin pre halalit, mos e kalon do një fars në këson. Mos e kalon do një fars në këson. E s'ka marrë pjesë në gjenazi, ka vdek kujshia, s'ka shku, ka ndodh një telashe si ka shku në sabërlëk, e ka thirë në darsëm si ka shku, namazin se ka falë, kalon farze. Pse? Të e fitu malin, ama pre halalit. Si ta ketlon dë një fars, të e fitu pasunin pre halalit, edhe ki shkon në xhehenem. Ka dale, thot o Zot, unë as një fars nuk e kam lanë, kretë farzet në vend i kam qu, në rregull. Shikjo mos i ka hinder hak dikuj prej njerëzive duke fitu pasurin. Po si i ka hinder hak? I ka hinder hak prinderve, as nonën se ka nderu, as babë nuk e ka qitë pak ta hece, është i smund, është i lodhët, se ka qutë edhe një akreba, se ka qutë niftar, si ka bo sajgi, si ka ra rendi babës ati t'hipje në kerrin e ti, se jo që s'ka dish, s'ka pas ko, fmin se ka eduku, fqin se ka vizitu, pra kalon mangë haket huaja, haket njerëzive, duke fitu pasunin pre halalit, dalin ato thënë o Zot, ki ka fitu pre halalit, po neve na ka hinder hak, shkone e lanë borgjin, pastaj të shofim. Vin tjetra pik, thot Allahu dhul xhelal, shikoni, me pasurin e vet, mos e ka fitu pre halalit, e ka harxhu në halal, po ka desh të lavdrohet. Në halal e ka harxhu, po ka desh të lavdrohet. Kur ka qenë puna me dhonë dikundi më sheft, nuk e ka dhonë, se nuk e din njerëzit. Kur ka qenë haptas, e ka dhonë. Pse? Për ta lavdru njerëzit. Si ka punë të mira edhe ki. E pastaj, jo o Zot, une farzit i kam qunë vend. As kuj ndër hak si kom hi. Me pasurin time si jam lavdru as kujt. Allahu dhul xhelal thot me laqet e mia, pyet një, aja ka dit shikirin? Aja ka dit shikirin pasuris që e ka fitu pre halalit? Aja ka dit shikirin kur ka hongër, ka pi, ka shëtit, ka pushura hat, kreti ka... Aja ka dit shikirin? Si të thonë, si të thote, me laqet e din, ja të qelin fletoren. Po Zot, ki deri këtu mirë kja, ama pasuris vet hiqja ka dit shikirin. E së në shkojnë në xhenet, deri sa ta paguj gabimin. E nëse edhe këtë e ka bon, ja ka dit shikirin, atëheri thonë, Allahu dhul xhelal thot me laqet, merr një këtë çonje në xhenet. Pra, ai që e ka fitu pre halalit dhe e ka harxhu në halal, nuk shkon drejt në xhenet, pas ka punë me to. Allahu dhul xhelal thot ndalni, ti shohim këto punë. Nëse i dalin krejt tamam në rregull, pra, i dalin krejt punët në rregull, atëherë ki me pasurinë e vet fiton grada dhe hin në xhenet, dhe gradat e xhenetlis
të pasur janë shumë më të larta se ati të varfurit. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, i varfuri do të hyjë në xhennet 500 vjet para të pasurit. I varfuri do të hyjë në xhennet 500 vjet para të pasurit. Por tash është në pyetje, a 500 vjet dunjos apo me bon me kon të ahiretit? Ato janë shumë. Po me kon dunjos nuk janë shumë 500 vjet. 500 vjet dunjos nuk janë shumë. Pra nëse i varfuri hinë për para në xhenet, para të pasurit, por vendet atje nuk janë të barabarta. Vendet nuk janë, banesat e xhenetit nuk janë të barabarta. Si cili do të hinë në banes të xhenetit, ashtu si që ka meritu, po inshallah Allahu me mëshirën e vetë të gjithve na bën xhenetin nasip.